my way to Albania. Can't wait to come back. Make Albania great. Again. Strategu amerikan Kristla Civita dhe ekipi i tij janë përfshirë në fushatën e opozitës shqiptare për zgjedhjet e ardhshme. Kryetari i Partisë Republikane Fatmi Mediu konfirmoi se ky bashkëpunim është organizuar dhe i mirë përcaktuar, ndërsa ekipi La Civita do të ofrojë mbështetje për strategjinë elektorale të opozitës. Sipas Mediut, ekipi amerikan ka qenë në komunikim të vazhdueshëm me ish-kryeministrin Sali Berisha dhe me strukturat e Partisë Demokratike e të koalicionit opozitar. Nga fillimi i prillit ata do të jenë të pranishëm fizikisht deri në përfundim të zgjedhjeve, megjithse La Civita vetë nuk do të qëndrojë gjatë gjithë kohës, por të mbajë kontakte të vazhdueshme. Në kuadër të kësaj fushate janë realizuar sondazhe për situatën politike në Shqipëri, nga një kompani që më parë ka analizuar rezultatet zgjedhore për Donald Trump në SBA. Këto të dhëna tregojnë se opozita ka mundësi të fitojnë, por për këtë nevojitet një organizim i fortë dhe i mirë strukturuar. Mediu theksoi se opozita është angazhuar në të gjitha nivelet për të përcuar mesazhin e saj tek qytetarët, duke synuar një komunikim më efektiv dhe një strategji të qartë elektorale. Ai shtoi se ekipi La Civita me përvojën e tij ndërkombëtare do të ndihmojë në përmirësimin e fushatës dhe mobilizimin e votuesve. Ky bashkëpunim shihet si një avantazh për opozitën, e cila synon të sfidojë qeverinë aktuale me një organizim të mirë koordinuar dhe një strategji të mbështetur nga ekspertiza ndërkombëtare.